Historiani danez Carsten Fledelius vizitoi Shqipërinë në vitin 1968 gjatë regjimit komunist të Enver Hoxhës. Ai e përshkruan vendin si të varfër ekonomikisht, por njëkohësisht të sistemuar dhe pa pabarazi të dukshme. Një nga gjërat që e befasoi ishte fakti se nuk kishte lypsar në rrugë, sepse të gjithë njerëzit jetonin në një nivel të ngjashëm të varfërisë, çka krijonte një lloj barazie ekstreme. Në rrugë kishte pak makina, qytetet ishin të qeta dhe jeta e përditshme zhvillohej me thjeshtësi. Mungesa e luksit dhe produkteve të huaja ishte e dukshme, por Fledelius vuri re se shqiptarët e asaj kohe ruanin një dinjitet të veçantë, ishin të pastër, të rregullt dhe krenar për identitetin e tyre kombëtar. Ai thekson se mikpritja dhe solidariteti ishin tipare dalluese, të cilat e bënin shoqërinë shqiptare të dukej e bashkuar përballë vështirësive. Një tjetër element që e impresionoi ishte krenaria politike e regjimit dhe popullit shqiptar për qëndrimin e pavarur nga Moska dhe për ruajtjen e sovranitetit. Megjithatë, ai vren se gjithçka shoqërohej nga një kontroll i fortë shtetëror, një prani e ndjeshme e propagandës dhe një kufizim i lirisë së individit. Në përfundim, Fledelius e sheh Shqipërinë të viteve 60 si një vend me kontradita, i izoluar, i varfër dhe i kontrolluar, por në të njëjtën kohë krenar, i disiplinuar dhe i barabartë me stresave sociale.